Diçka më veçantë, më e bukur, kemi kaluar në një moment tjetër, besoj jeni kënaq me Salihin konviktor, apo jo? E ne ecim tutje, ecim me këtë spektaklin ton. Sa bukur ndjehet njeriu kur vjen këtu. Në këtë qendër ku kam kalu një pjesë tjetës. Shfrytëzojeni se është pjesa më e bukur e juaja. Që ku kam zeqen këtu, tani jetën ka shkru tekste. Na ka shkru edhe këngë, dini këta apo jo? A ju nalë të dera, a ju pytë shumë ku po shkoni, qka po shkoni, pse kështu, jo, a? Kena me folë ma vonë. Sepse në vazhdim do të aftojmë në skenë, do të bisedojmë këtu bashk. Drejtorën e qendrës, zotriun e nderuar, Fatmir Sfishta. Drejtori nderuar, na kemi dalë pe i strofullës unë, edhe njëherë mirë se u gjetëm, edhe mirë se erdhëm na, shife. E keni dëgju këtë? Mirë se erdhë edhe mirë se u gjetëm më na juve. Po njëherë ish... Në qendrën tonë. A si shkon jeta në qendrën e studentëve? Jeta juaj, bukur? Po është me të më thonë mirë se shumë mirë. Shkelqyshëm, a? Po. E me i pyet këta? Këtyre që shpy shkon me juve se? Po vetë fakti që... Vetë fakti që po qëndrojmë në ti lirë para tyne edhe këta janë të entuziasmum, sigurisht që e kanë jetën e mirë. Pak qershorin e kanë tranë, se i kanë kohën e provimet mirë, po... Qershorin ndjehet kështu, janë bëlej bukure, me diele, me lullzime, me gjelbrime, po vështërsitë e provimet janë. Mirë, a studiohet në konvikte, apo vetëm flehet edhe hahet? Flehet, hahet, studiohet edhe kryen provimet. Bënu i bindën këta, jam shumë i sigurt, shumë i sigurt. Ta plotësoj. Problemet më të mëdha që ndodhin qendrën e studentëve ndodhin në për biblioteka sepse rrehen për vena, kush me nxon venin i parë. Jo, kjo është vërtet shumë e bukur, sepse në kohën e Sofis, se son rrin pa ardhë me ishti huntë dhe ajo nuk ka qenë ashtu. Demi co se kina post drejtorin gulloshi kom pa mish. Këror ky mish i qe. Pse a këto... Dhoma që i kena në konvikt, qëre po tami ti? E këzafsh. Një moment. Mirë. Marikon e këm shumë, bash një dhomina, qa kërhat na em. Veç, unë ka pështu e se nuk po qona si firë me orë hish kja. 3 herë kërhat qona si firë. Po, a? E kje ka bo, pe agjeron një bongë dhjetë cila jona ke? Me rata ma agjeru, ke me rata pa agjeron. A me rata ka regullu? regullu, Me rata, që sa mirë është, edhe pak këna me martu e, Ja, di që knenaj se i këtë... E tërë apo, një me knenaj. Po? Na ema të kalëshu në gjyra kimi kuta? Po. Se ka boka? Pasha, ta është dyshy shemra opozit keshe se këty në pjau këthej shpinë në falë një lahilje. Ta është këty në ftyrë në falë një lahilje. Dhe tërë qëshje? Këty në herë ke pas qefti me këthy mëra pashtesën. Na e mune mas pori nuk kem për i gjaku, veç kam nevoj me këthy kërka. Po kesh me zjenë more, po qas po kesh? Kesh e po hruna unë e përshpe, po kesh, edhe hek pak pesh me kesh, Pasha shpirtin e non, si e diçka. A e bori për e nonën. Për me drejtorën e kena të mjë, që me mosëm njëni me rajk. Ujt nëzet kena bëll, ujt pëtëf kena bëll. Tash edhe qika ta të këtë tash 10, vit 2, vit 3 ka pak dalin, ju ka thonë sigurimit këtë që janë me frajera den 3 kanë drejt me rajt jashtë. A po? Po. Marove me këta frajera me, qëfar frajere ke pas Salihin atë kohë që e përkujton kështu non-stop vazhdo? Bëna e më qëre, tash ti je një kohës ma pilongua, për din? Unë kohë tem kërku pasu në frajera, 3 veta ka pas fam në krejt. Dhe të qish për kalion? E pas këtë bakit farvanit mirë, bimit me mlusi për drëm për tërshia për...
Edhe na jemi mlu këto me lastik adin dhe studenta që I kini nota gjashe. Ishti I këtu ju bohan dhejqe. Allahile që shorë mësë mësëni. Zhetë për shanë cim të Allahile. A di që doshi me mytë profesorë mështë të shkërin previm kërkush, a jetë vetë si kikirik. Valla I ke mësu. Ha? Halal të kofta, A mami të ke shena mësu. im, kën nuk e shetë dëpt. Kretë gullash I ka trash. O, shnetë se stromë, a I mira o lodhë. Edhe të këmë thonë kull, në shpimës më kull këtë. Qfar e shë, dhe ti. Ej, hasha. E mirë, që shë kujton jetën tonë, ma herë the 10 që I ke pas? Kuj ke pas ato 10 që? A? 10 që I ke pas? Dhe që që këmë pasën papuqe për një deksh. E Po, një javë, na e më në këmë sua gjithë, po një jetën e natës e këmë pasë që, po të kalëzaj. po, a? Që qikam ka go krejt. Po, qika, pse po Aje dele? durën zamër natën s'del. Aje për shamëll del kam 5, a mos këtë jetë natën, a natën s'ka qëtë me dalë. Ten saba, Po, den sa pa rrenë, vëlla. Qa ka lidhje. në për Për 3 del, në na për të re 3 kam po jetë. viktat e na e në kalmat këshi, kam bot dhe I dyrt njët. Unë a jem tash me hirti nuk e dina ke hinë hotel. A ku fardho ma shenë? Po, Ti mere kur dush me hirin, ja pa. lëshojmë një dhuk. Po, vëllo, ha? Po. Që? Se qa ka lidhjer? në cilin konvikt? Ha? Në cilin konvikt me hiris venin? Po tash ti na jem, qysh për të ti? Tash? Vesh na imi du të me lonë katë porë, se kjo ka njëherë që o tjerë me për na bje pikatit ti. Ha, pasha zotin, o kënashëm. Mirë, drejtor, çfarë përmbush jetën studenteske, përveç asaj që thamë, me flejtë dhe me ngrënë? Po, studentat kanë ku e mytin kohën edhe me salla TV-je, kanë në çdo pjesë të qendrës studentëve kanë internet, kanë wireless pa pagesë. Gjithashtu ajo valla një këllablat, tash kanë bo iPhone-a krejt, ose telefonat Sa ma menqëm. shumë iPhone-a shfrytëzojnë me kompjutera brenda? Valla e me iPhone-a si pas gjasave, edhe qatë kapacitet që e kemë të internetit, që ato e kanë pas edhe vjetë, si vjetë kanë bo ma shumë, sepse po kemë problemet që I po edhe reagimet, mirë po do t'i marri masa, kush e ka fatin marrë shtator, tetor, kënej, ka me pas internetin edhe ma E mirë. kullosh ata I keni me wireless? Jo, pasullin. Pasulli, ani bën edhe pasulli, nuk ka keq. Mirë, drejtor, po nuk keni detyru me bo wirelessin për iPhone-a, po për studime, absolutisht. A kanë qasje në biblioteka shkencore? Po, për pos biblioteka që I kemi na në 3 biblioteka që ekzistojnë 3 konvikte, studentët që shfrytëzojnë edhe bibliotekën universitare, bibliotekën kombëtare. Mirë, po shumica e studentëve që janë konviktori shfrytëzojnë edhe leximore që janë për çdo konvikt edhe bibliotekat që janë. Edhe bibliotekat. Po. Po, a kanë qasje përmes internetit në bibliotekat shkencore? A paguni ju këtë pjesë? Që kush don me studiu, me u qas lirisht në... Ta kanë qasje në internet. A mu I qasën në për biblioteka shkencore ajo nuk e di, du të me I pytë ta mirë, po si pas gjasëm nëse u interneti pak u vizushëm mund qasën edhe në literaturë shkencore. Sa është përmirësu standardin nga hera fundit që kemi qenë bashkë? Mendoj që është përmirësu mirë, po unë do të dilësha shumë subjektiv të folqa për vetën time edhe të stafit tim, më smiri është I pyet një studentat vetë. E do t'i pyesim më parë. Me gjithatë, shihet një, me thonë, një ndërthurje, një afërsi shumë e madhe, do më thonë, nuk ka rigiditet, divergjenca ose largësi në mes të stafit tuaj edhe studentëve, shihet që jeni vërtet shumë afër. Si e realizoni këtë afërsi? Po, është një formulë që do të me gjetë në këto relacione student-staf. Atë formulë paka shumë ne e kemi gjetë. Ne do të jenë prekshëm nga una e studentëve, të dinë që edhe na jemi njerëz, edhe këta do të me kuptu që po mos tishëm këta na s'kishëm rroga, s'kishëm pare. Edhe na jemi shërbim 24 orë, 7 ditë një javë për ta. Dhe kjo afërsi, ky qëndrim I joni e ka bo që ne mos dallohem si staf me pjesën e studentëve. Megjithatë, jeta konviktore, qendra studentëve subvencionohet prej shtetit apo jo? Nuk arrin ta mbaj vetveten me pagesën që e bëjnë studentët. Jo, as 30% të asaj që shpenzohet për mbarvajtjen e jetës studentëve, në qendrën e studentëve, nuk paguhen nga ana e studentëve, subvencionohen nga ana e shtetit. E shtetit. Si e bëjnë qendra tjera? Sepse keni kontakte me region apo edhe më gjerë?
kemi kontakte, studentët tanë paguajnë më së paktu në region. Mos them edhe në pjesë tjera të Evropës, por në region që kemi pas kontakte paguajnë më së paku. Mirë, edhe rrogat i kena më të vogla. Thëmë drejtën, jemi në nivel me pagat që i marrin në Kroaci tash, edhe na si staf, sepse kemi kontakte, mirë po kushtet që ne i ofrojmë për student janë me nivel të Kroacisë, siç dihet Kroacia është shteti i Bashkimit Evropian. Këto shtete tjera që i kemi për rreth, i kemi në zonë edhe i kemi t'i kaluar. Jeta kulturore sa është organizuar? Interferoni ju në këtë pjesë apo janë studentet ata që do ta bëjnë këtë gjë? Ne kemi një sektor i cili merret ekskluzivisht me jetën kulturore. Ne i kemi hapur vetëm tash janë 2 ateljet që janë funksion për student fakultetit të arteve. Është ky amfiteatri i cili gjithashtu shfrytëzohet nga studentët e fakultetit të muzikës. Po ashtu kemi edhe palestrën e sportit, pra studentët kanë disa mundësi, shumë mundësi që ta zhvillojnë edhe jetën e vetë kulturore. Pak janë demela në këtë aspekt, mirë po ka fillu më në gjallë. Vo jeta sportive? Jeta sportive shfrytëzohet shumë a shumë, e kemi dy fusha sportive t'jashtme dhe kemi palestrën e sporteve, cila është në dispozicion studentëve nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16 dhe mund ta shfrytëzojmë pa edhe artista që pikturojnë, bojnë skulptura, Ja, a kena një mini spital këtu për shembull, dhe shesmu e studentit zotin Arujt. Normal që ta gjoj! Normal që ta gjoj! Oj, non! Brave drejtër, ha? Non! Ha? Na beso si pasuli! Ha? Pasuli o zi nga! Pasuli? Po, Ha pasul shkëmet! ty, ha pasul atje? Maroj! Drejtër këthër që ty se dhe flekte lakta? Oj, na në shkërëmet e në kep! Ne duat të kitje për drejtorin mas të malë në kësru. Cilat janë më shumë ankesat e tyre? Për çfarë ankohen më shumë? zhurma. Pse a ka një orar që duhet përfillet? Po, ka orare mirë, po studenti o student, para mendoj vetën kur i ke pas 18 vjet, 20 vjet, edhe janë shumë gjallë, edhe si përfillin fort. Kur u kon nxe, tosh dash me të ftof, kur u kon ftoft u dash me të nxe. Sigurisht, edhe kanë ankesa ndryshme, mirë, po e kam pa studentat nuk bojnë dame, e kam pa që kjo pasuri nuk është e joni, është e tyre ekskluzivisht, edhe po e ruajnë sikur shtëpiat e tyre. Do më thonë ka qasje tamam. E gjithmonë qarja gjinët kur je i ri, Qa ka mujtë shteti ka bo për këta studenta, e ka liru çmimin, participimin e tyre në masën më të madhe. Pjesën tjetër do të subvencionohen nga familjet e tyre, dikush shumë edhe punojnë, gjindën edhe punojnë edhe studiojnë. Nuk jesim pa pare. Mirë, a ka ndonjë mundësi, a është hapë ndonjëherë ndonjë mundësi, se në për qendra tjera në botë është e një orë kjo që të hapen si tip vend e pune ku studentet mund të punonin 2 orë, 4 orë, 3 orë në qendër, jo? Jo, në qendër studentëve nuk ka mirë, po përmes qendrës studentëve Mund të punojnë, mund të punojnë, vinë shumë kompani private, kërkojnë profile ndryshme dhe përmes nesh dhe në zënat vend pune me part-time, 2 orë, 4 orë, se sa i nevojitën, sa kanë mundësi studentë. Gjatë 24 orëve, sa i përkushtohen i qendrës? 18 orë. 18 orë. Nuk ja dëshiroj askujt që nuk ka energji të vjen qendrën studentëve të menaxhoj me qendrën studentëve. Do ta kesh energjinë. Do ta kesh energjinë e studentit. Po, sigurisht. Drejtori nderuar, jemi në një spektakël që ideja ka qenë juaja edhe ju falenderojmë nga zemra. Neve sonte do të flasim edhe me pjesë, me segmente të stafit tuaj, me studentet. Do të këndojmë, do të debatojmë, do të bëjmë humor së bashku. Shumë faleminderit që ishe sonte me ne. Faleminderit. Ishte kënaqësi,